ti e prisje të ishte Klodi në këtë pozicion? Në fakt kisha dilema, a do t'jetë Ludo apo Klodi. Treshja e Big Brotherit ka qenë unike dhe e pa përsëritshme ndonjëherë. Pra ndaj i doja që të tre. Po tash menimin e ju e keni ju, unë e kom timin. Absolutisht. Klodi për mua ishte fitues i zemrave të shumë vajzave jashtë, jo vetëm të atyre brenda shtëpisë. Tregoj një djalë me shumë kulturë, një djalë me shumë karakter. Konsideroj që për zgjuarësinë që kishte ai dhe artikulimin, do mund të luante një lojë akoma më të mirë. Jo të zgjidhte lojën me vajzat, sepse vërtet ai djalë ka një diapazon të gjanë, edhe pse është rrit në diasporë, dhe është shembulli më i mirë se si rriten rinia shqiptare në diasporë.